Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në kronikën e dytë të kandilit të Ramazanit. Kemi ardhur në temën kush lirohet nga agjerimi. Këtë e ka thënë Zoti i Madhreshëm në ajetin kuranor 184 në surën Bekare, ku thot Bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pra, jeni të obliguar ditë të caktuara e kush është i semur për jush ose është në udhtim e nuk agjeron, atëherë ai le të agjeroj me vonë aqdit. Faidatu min ayamin ukhar, pra ditët me pastaj. E ata që i rëndon, ai nuk mund të agjerojnë, janë të obliguar për kompenzim ushqim ditor, pra quhet fidje, shpagesë. I një të varfër, e ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për të. Mirë po, por që se e dini, agjerimi është më i mirë për ju. Pra, i semuri, kur është i semur dhe kur e shef se i rrezikohet gjendja e tij shëndetësore, lirohet pra nga agjerimi. Por dhe udhëtari në vija të largta, në rrugtim të larg, nëse shet që e mundon, është i liruar pra nga agjerimi. Mirë po ato ditë duhet i kompenzon. Po ashtu është pra duhet të paguaj fidjen, do të quhet shpagesë. Ai smuri që nuk ka mundësi ta xhenojë Ramazanin, pra ka smundje që është kronike edhe e pandalshme, nëse ka mundësinë financiare, është mirë pra që të ushqejë agjerusin, pra ta ndaj një shumë të caktuar për 30 ditë dhe ta jap ushqim për iftar për njerëzit në nevojë dhe për ata që janë duke agjeruar. Mirë është pra me ndahet shumë, pse jo edhe në fillim të Ramazanit, sepse ai varfër ka nevojë me pas në tavolinë smuri apo ata njerëzit që nuk kanë mundësi me punue, ose janë pra moshat, ose janë njerëz të spërvuar familjarisht me mungesën e shtyllës së shtëpisë, pra dhe i ka kapluar, i ka molisur varfria, atëherë aty është një sevap shumë i madh që t'ju ndihmojmë atyre, që ata të kenë në sofrat e tyre iftarin dhe të hanë ushqim, sikur edhe ti që ke dëshirë të hash ushqim, edhe ai të ketë ushqimin në sofër, në tavolinën e iftarit. Dhe kjo është mirësi për mirësive dhe begative të Allahut, e sadakaja shton pasurinë, sadakaja largon smundjet, belat dhe problemet. Sadakaja pra është çelës i mirësive dhe bereqetit. O saddaqa bil husna, thot Zoti në Kur'an, jepni për të mirave me mirësi, për të mirave që ju kena dhënë, sepse Allahu jau shumë fishon juve ata, dhe Allahu është huwa ar-Razaku dhu quwwatil matin, pra ai është Allahu furnizuesi i fuqishmi, Ganiul Hamid, i pasuri që duhet falendërue për çdo të mirë që na ka dhënë. Prandaj, pra këto kategori janë të liruara, pra i smuri dhe udhëtari janë të liruar nga agjerimi, atëherë kur që përmirësohet gjendja, nëse ju përmirësohet gjendja të smurit, kurse udhëtarit kur i përfundon udhëtimi, duhet me i kompenzua ato ditë e humbura. Pra këto kategori janë të liruara sipas argumenteve kuranore, pra që na vinë në surën Bekare. Dhe sigurisht pra ne duhet t'i dimë këto gjëra, dhe Allahu përmes kësaj na tregon se Allahu na ka dhënë mundësi dhe lehtësime, sepse Allahu thot lehtësoni, lehtësoni dhe mos vështirësoni. Pra Islami ka ardhur për të zgjidhur hallin, dertin e njerëzve, jo për t'ia mbyllur çdo derë atyre. Pra Islami ka ardhur si oportunitet, si mundësi që ne të kemi një jetë të mirë me besim, me iman, me dashni ndaj atdheut, ndaj nanës, ndaj babës, ndaj agjerimit, ndaj disiplinës, dhe me agjeru dhe gjuha jote, mendja jote, dhe
mu ndalu nga ushqimi, haja dhe pija, edhe gjuha jote me bë agjerim, edhe gjuha jote me fol fjalën e mirë dhe me lexue Kur'anin, me bë dhikr sa më shumë, me ra istighfar sa më shumë, me thonë astaghfirullah 100 herë, 1000 herë astaghfirullah wa atubu ilej, o Zot na fal se ne jemi njerëz dhe gabojmë. E Allahu është falës i madh, andaj inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, vërtet pra Allahu është ai i cili fal shumë. Pra duhet të kompenzoni po ashtu, pra ato ditë që keni humb, është mirë t'i kompenzoni, pra përveç me agjerim që do t'i bëni ditëve tjera në vijim, mas Ramazanit, por nëse i zëni edhe ato ditë të përfundoni ato të mbrapa mas Ramazanit i kryeni ato çka i keni pra minus, por duhet të jepni edhe fidjen, pra siç e tham, pra të jepni pagesë, të paguni ndonjë pak ushqimore për njerëzit bonjak dhe nevojtar dhe që janë agjerues. Gjithsesi, ne falenderojmë Allahun që po na mundson që ta përjetojmë këtë muaj të bekuar, dhe ata që janë të semur, Allahu ja u lehtësoft smundjen e tyre, që s'kan mundësi me agjeru, Allahu ja u lehtësoft, Allahu i shëroft të smurit tani, shëroft i madhe Allah. Udhëtarët, lutim Allahun që ti përfundojnë udhëtimet e tyre dhe ata të fillojnë me agjerimin. Allahu u lehtësoft udhëtimin atyre dhe kjo është pra prej mirësive të Allahut, kjo është një përkujtim dhe vërtet përkujtimi u bën dobi besimtarve. Selamun alaikum.